Krejt ato që kam i kanë premtu, domethënë në finale, krejt 100% i kanë realizu. Artani, kena disa pyetje që kanë lënë komentues në Facebook dhe Instagram. Do janë për futboll, do tjetër, po pyetja e parë është, po ti ishe futbollist, çfarë pozite do luajsh? Ti në fakt veç ke qenë? Cila ka qenë pozita e preferuar tani për ty? Po me thonë drejtën, fillimisht më konë mes fushor, domethënë krahët të djathtë. Edhe aty domethënë më konë ndoshta pozita që më shumë më ka pëlqyer, për shkak se më konë futbollist shumë i shpejtë edhe kam pas dëshirë të madhe depërtimin. Edhe normalisht që tani krosimet. Po për shkak shpejtësisë tani erdhi koha që trajneri më ndroi pozitën edhe dolan sulmues kështu tamam tipik. Po bashkë atëherë kur dolan veç u lëndova me thonë shumë edhe fatkesisht në ndërprej. Për korrektësi, kjo ke pyetje nga Exon Luma. Tani kena një pyetje nga motra juaj shumë respektueme, Adelina Thaçi. Faleminderit. Ka thonë pyetja ime është cili është pozicioni më i vështirë për të luajtur në fushë. Është ndoshta s'ke luajtur secilin pozicion, po është e din cili është pak më shumë përgjithësi. Po normal, po mendoj që secili. Unë e them për tjerë. po secili pozicion është i vështirë, atë nuk mundesh me thonë që është pozicion i lehtë asnjëri, po më me thonë që edhe mbrojtja është pak e vështirë për shkak se nëse jeni veç lojtar të fundit, një gabim i vogël, menjëherë o golla është afër edhe mënesh menjëherë me marr gollën edhe një farë lloj dënimi, apo kupton. Mendoj që te mbrojtja duhet me pas shumë. Kur e mendon nëse humb mbrojtësi topin, mund të më psu goll. Nëse humb sulmuesin një goll, ndoshta se fiton lojën. Kur jeni në sfurë, që jeni një farë balanci, atë. Po me sfurë e ka pak atë relaks. Ky lux ka pak më vogël gabime. Pyetja tjetër është nga Elon Vogliçi, çka bën futbollin kaq të veçantë? Mësy tu, po edhe përgjithësi. Po normal që për shembull emocionet që i përjeton lojtari, domethënë kur luan, nëse morën tash këtonë e lojtarëve, që ke pjesa domethënë që je në fushë, domethënë një lojë e bukur, një shënim i gollës, domethënë e ndron futbollin domethënë 360 shkallë. Kurse për publikun po ashtu se publiku vjen për shembull me kështu një ndeshje futbolli 90 minuta, nuk ju kujtohet as kredia, nuk ju kujtohen as problemet, domethënë thjesht e ka një grosht me fara edhe koncentrohet lojë, domethënë këtë fokusin e ka që aty, edhe domethënë e shijon maksimum, domethënë nuk është kjo e rastishme. Edhe përsa mendoj që edhe kisha bë thirrje njerëzve që mos ka rëndësi, sidomos në Kosovë, domethënë kur cili klub lun, a lun në Super League, a lun në Ligë të Parë, për të mirën e ju, shkoni kështu në atë lojë për shkak se i harroni ka pak problemet edhe është psiqikisht është shumë e mirë. Mesazh shumë i rëndësishëm sidomos për këtë kohë ku po ka tepër mangësi tifozëve. Pyetja tjetër është nga Laura Kukaj, a ke pas përfitime pas daljes nga Bigu? Po. Kuptimin ndoshta financiar, po ndoshta për shkak të ekspozimit. Po normalisht po, ne kam thënë edhe në intervista të tjera, kush ka ditë më shfrytzu, domethënë pjesën e formatit Big Brother, normalisht që kimë pas përfitime, po është edhe varet qysh edhe ke rroktu aty mrena, se nëse nuk e dal bashkë mirë, atëherë është pak e vështirë kur del jashtë. Po. Unë me tonë drejtën po edhe jam shumë falenderues. Pyetja e fundit edhe kjo është me Big Brother, po është atë kanë qenë me këshillojnë që ta patën premtu të Art Motion. Sa më ka qenë finalja City me Inter në 10 qershor 2023. Krejt ato që kam i kanë premtu, domethënë në finale, krejt 100% i kanë realizu. Domethënë e para ka qenë një dhuratë prej anës së Art Motion për me shiku në Istanbul, domethënë finalen e Champions League-s Interi kundër Manchester City-t, edhe domethënë kanë qenë atje gjitha shpenzimet kanë qenë të paguame komplet, domethënë me tonë drejt dorën gjatë së mështi. A mos siç u tifozi Interi, ku nuk jemi Inter, ata kanë gjitë. Jo, unë jam tifoz i Real Madridit, mirë po. Kjo interesant ka puna me Real Madridit. E pa tash që si edhe një ekip më top gëzohesh më shumë kur fiton. Po pastaj kam edhe Interin. Me Interin brata se din se Braziliani Ronaldo, domethënë futbollisti, kudo që ka shku, unë jo mbo me atletar, mirë po nuk mund me thonë që tash edhe Cristiano Ronaldo, domethënë e pëlqej shumë se dha ajo është pse më ka mend ashta klubi i Real Madridit më shumë. Po. Në mendje.